Mirëmbrëma shikues të emisionit Doktor Plus, mirë se po takohemi sërish edhe në këtë javë. Sonte në kuadër të emisionit do të flasim për infertilitetin tek meshkujt, problemet që munden ata mi pas, kur është koha e duhur për vizita apo kontrolla rutinore. Dhe gjithashtu se a ka ndryshuar ende mendësia tek ne. Të gjitha këto do të flasim me andrologun mentor Spaju. Doktor, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Doktor Plus. Faleminderit për ftesën, mirë se vjen. Doktor, ende kemi një temë tabu, sa do të themi se kemi ndryshuar në shumë gjëra, por pse ende pra i drejtohet gishti një femrës kur çifti ka probleme të krijojë një familje? Po, përgjegjja është e thjeshtë. Femra pritet me pru njët një fëmijë, jo një moshkull, për atë edhe partneri i cili i pari ekzaminohet kur një qift përballet me infertilitet është femra. Mirë po, kohëve të fundit ky trend ka ndryshu. Në fakt, ekzaminimi po fillon ose trajtimi paralelisht në të dy partnerët, edhe të moshkullit dhe të femna. Për arsye që statistikat e fundit po flasin që moshkulli është praktikisht në përqindje më i shpesht si problem në mosarritje të shtatzanisë. O pse kemi hala ka vendet ndryshme, të themi fshatra të ndryshme apo vendet në qytete të tjera që ende thonë që gruaja e ka problemin, jo moshkulli. Ende kemi këtë mentalitet. Apo ka mbet prej kohës më hershme. Kjo është çështje e cila daton prej shumë më herët. Por e mira është që ka filluar të ndryshohet. Normalisht që ndryshimet në vendet rurale ndodhin pak më vonë, ka me kërku hala kohë. Po në qytet, barem me ato raste cilat unë përbalem, ky fenomen veç ka filluar me marrë drejtim krejt tjetër. Si e gjithë bota. Do të thonë, trajtimi, ekzaminimi, interesimi është për dy partnerëve që sa më shpejt arrihet deri te suksesi, do të thotë deri te shtatzania. Prandaj edhe moshkujt nuk ngurrojnë të marrin pjesë prej fillimit në këtë proces. Doktor, të na shpjegosh fjalën infertilitet. Pra çfarë do të thotë? A është pjesë e cilësisë apo mund të vazhdojë të krijojë familje apo mund të ndalohet? Kështu, me definicion infertilitet do të thonë kur nuk arrihet një shtatzanin mes dy partnerëve që kanë marrëdhënie të rregullta dhe të pambrojtura brenda një viti. Ky afat është më i shkurt nëse partneri i femrën është mbi 35 vjeç. Ato të 6 muaj. Mirë po, ashtu që kemi menu për para që vetëm femra ka atë orën biologjike cile e bën dallimin, jo. Edhe burrat kanë orë biologjike, do të thotë për dallim prej femrës burri prodhon spermatozoid sa është gjallë, mirë po problemi është me çfarë kvaliteti. Nuk do të thonë vetëm me pas numër të spermatozoideve, po është me rëndësi me pas kualitet, do të thotë çka prodhon. Cilit janë ato faktorë që ndikojnë? Pa i faktorët më shpesh janë faktorë gjenetik, faktorët e çrregullimeve hormonale, infeksionet e seksualisht transmetueshme, zgjerimi i venave në testis ose e njohur mjekësisht si varikocell, mënyra e jetumit edhe ushqimit që është mjaft e shprehur në kohëve të fundit. Gjitha këto së bashku mundin me ndiku për me pru deri te problemi për cilin jemi të folsat. Po në mënyrën ku meshkujt nuk mund të kemë pra pasardhës, cilit janë ata faktorët kryesorë që mund të quajnë? Faktorët që çojnë të infertiliteti mashkullor ose mospellshmëria e një mashkulli janë këto që i përmenda më herët. Prandaj edhe ekzaminimi i parë, ekzaminimi i bazë që bëhet te një mashkull është spermogrami. Do të thotë një mashkull i cili ka minimum 2 spermograme me parametra më të ulët, që bën distancë kohore brenda një muaji, ata mund të jenë kandidat për të cilët edhe mund fillojnë ekzaminimet më të tjeshme lidhur me këtë punë. Po duhet me pas parasysh që një moshkull me përsërit spermën e tij disa herë gjatë vitit, asnjëherë nuk ka me pas me kvalitet njëjtë. Për arsye që testisi është një, edhe pse është i vogël, është një fabrikë e madhe. Diku rreth 1000 spermatozoide prodhohen çdo të rahën zemrës, që jemi të folë për një numër prej 3 miliardë në muaj. Për atë edhe ekzaminimi i spermës bëhet minimum në 2 ose 3
avatet ndome. Që me mujt me egzaminu mashkullin si pikë nisje, që me dit a ka ose s'ka problem. Po tek bartja e infeksioneve gjatë marrëdhënieve seksuale, si ndikon kjo? Infekcionet seksualisht të transmetueshme, nëse për ato jemi të folë, janë definitivisht njëri prej problemeve cili mund me prut deri te infertiliteti edhe mashkullor edhe femnor. Normalisht infekcioni ndikon në vetë testisin, do të thotë e prish strukturën e testisit edhe kanaleve që e përqojnë spermën, shkakton inflamacion edhe rrjedhimisht mund me pas edhe çrregullim të kvalitetit spermës. Është një fenomen i njohur mes një burri dhe një gruaje që njëri me pas infekcion zakonisht mund me pas edhe tjetri. Thotë fenomeni është të quajtur ping-pong mes burrit edhe gruas. Njëri me infekcion ja bart infeksionin tjetrit. Po, do të thonë infeksioni bartet. Bartet prej njërit në tjetrin. Po, si mund ta ditë nëse një grua ka infeksion nga burri apo e kundërta që mund të jetë kjo? Shikoni, këto probleme që po i flasim sot fillojnë edhe ekzaminohen, e trajtohen, edhe kërkohet zgjidhja kur më shpesh infertiliteti është temë diskutimi. Përndryshe, zakonisht infeksionet nuk japin ndonjë shejt madh, sidomos te burrat, që ja çon mashkullin për me kërku ndihmë. Ka infeksione të cilat e bëjnë ato, po ato dihen cilat janë. Po zakonisht infeksionet janë të ashtu quajtura qeta, të shujshme. Nuk japin ndonjë shej shumë të madh, mirë po dëmtimet i bëjnë brenda organizmit. Doktor, me qenë se flasim këto tema, mund të na shpjegosh rolin tënd si androlog, pra, dhe kur janë rastet apo në cilat raste mund të drejtohen meshkujt te kjo? Okej, andrologu është një mjek i cili mirret me pjellshmërinë e një mashkulli edhe shëndetin seksual të tij. Te andrologu zakonisht pacienti vjen kur veç ka fillu ekzaminimi i gruas. Edhe gjatë atij ekzaminimi vrejet që mund të ketë problem edhe deri te një burr. Edhe atëherë i drejtohet andrologut për ndihmë. Andrologu si jap parë me siguri se duhet bisedoj me pacientin. Anamneza është dikur rreth 70% e krejt diagnozës cilën e vendos një mjek, në përgjithësi. Edhe si thash më herët, ekzaminimi i parë i cili bëhet është një spermogram ku aty vetë shikohet ka ose s'ka problem. Nëse një spermogram është i mirë, atëherë faktori mashkull eliminohet prej ekuacionit, do të vazhdohet vetëm me femrën. Po doktor, nëse tregohet pra niveli i ulët i cili pra i testosteronit të meshkujt, çfarë pasojë mund të sjellë kjo? Niveli i ulët i testosteronit normalisht shfaqet te mashkulli i cili plakat. Do të thotë prej moshës fillimet e viteve 30-ta tjetës një mashkulli, niveli i testosteronit fillon me rrah. Por rrahja e testosteronit është graduale. Mendohet që është dikur rreth 1% në vjet. Prandaj edhe mashkujt nuk e nin ndryshimin e madh hormonal në trupin e tyre, për shembull siç e nin një femën në menopauzë. Po. Ne nuk kemi kësi epizoda nxehtë ftoft. Faza. Po. Ne nim të ne zhvillohet krejt në mënyrë graduale. Po që ulja e nivelit testosteronit kohëve të fundit është fenomen edhe i moshkujve të ri. E ajo mas shumë të mund me ndërlidh me mënyrën e të jetumit edhe ushqimit, obezitetin, do të thonë trashësinë. Duhet ketë parasysh që një mashkull më i plot e zhvillon një fenomen në trupin e tij që testosteronin cilin e prodhon testisi e konverton, e kthen në hormon femnor. Që thash është pasojë e mënyrës jetumit, do të thonë qysh ushqehet edhe si ka aktivitet fizik. Tash kemi pranuar me jetu si Evropa dhe Amerika dhe duhet pasojat e kësaj mënyre të jetumit me i ditë. Te kjo të lidhen pak tek martesat, a mendon që dhe martesat e vënshme po e bëjnë këtë gjë?
Definitivisht edhe kjo mund me që njëni për faktorëve, po pja u them në sens që ja kom thonë edhe dykun tjetër. Kemi pranu me jetu si Amerikanët edhe Evropian, do në thotë mas pari karjerën e qesim për para manena jetën tonë private, po jemi të harru që ora biologjike jetë për kundër asaj që ne planifikojmë të kryojmë karjerë një herë manet, të kryojmë familje. Çdo plakje, si të burri, si të gruaja, vjen me pasoja që vinë. Do të thotë, të burri bjen kvaliteti i spermës, me mosh, normalisht edhe kvaliteti i qelizave vetë femna bjen. Tash kur ki dy partnerë cilët e kanë këtë problem, normalisht që edhe kanë mu ballafacu me infertilitet. Po mëne, ekziston shansa ma e madhe me u ballafacu me infertilitet, se nuk do me thonë në mënyrë absolute. Po, a ka ndonjë moshë të caktuar nëse të shfaqen këto probleme, që meshkujt mund me rujt edhe cilësinë e spermës? Të femrat është një moshë e cila mirët si kufi, 35 vjeç. Okej. Te mashkujt prodhojnë edhe 80 vjeç spermatozoid, ashtu siç e thash më herët. Ata prodhojnë, po çka prodhojnë? Pra po kthehemi në atë pyetjen e mëhershme të juaj. Sa më herët mu martuosh, edhe me kriju familje, se mu martu, po martohemi, por familjes pi krijojmë. Mënyrë është më e lehtë me mbrit deri te shtatzania. Doktor, sipas mendimit tim mendoj që pak edhe kushtet, jetesa që është bë pak më e rënd, po ndikon edhe tek martesa ose krijimi e një familje. Dikush mund të arsyetuohet edhe për shkak të gjendjes ekonomike që kemi. Po na kemi jetuar fukarallëk edhe përpara. Tash kinse po mendojmë se jemi të jetu një jetë më të mirë, po jo, jemi të dash veten më mirë, po dojmë me kriju secili me jetu për vete. Do të thotë ajo jeta aty në bashkive të mëdha po shkapërderët. Në fakt qyteti u shkapërderë më ti, po edhe në vende rurale ka filluar me u shkapërderë. Normalisht ajo ka çmimin e vet. Sa ai nuk ka as siguri financiare, as familjare, duhet më i bë kredit vet. Normalisht edhe atëherë çet prioritet me i siguru kushtet një herë, që me mujtë me kriju familja, e pastaj e ka pasojën që i vjen mbrapa. Tash secili hap një jetë e ka pasojën e vet. Po. Po mirë është që jeni ato e dash veten më shumë. Ma mirë. Ma mirë. Okej. Duke qenë që po flasim vetëm për meshkujt, të ndalemi pak edhe tek femrat. Si menaxhohet testosteroni i rritur apo hormoni mashkullor tek femrat, nëse edhe mund të shfaq smundja apo mund të pasojë këtë si smundje? Kuptomi, edhe mashkulli dhe femna dytë kanë edhe hormon mashkullor që është testosteroni, edhe hormon femnor që është estradioli ose estrogeni. Po normalisht e mashkulli ka shumë ma shumë testosteron se estrogen, edhe kundërta të femna ka shumë ma shumë estrogen se që ka testosteron. Rritja e nivelit testosteronit të femna zakonisht lidhet me çrregullimin e funksionimit vezorëve. Pikë pari menohet në vezore policistike, që është njëri për arsyeve më të shpeshta të infertilitetit të femnat. Çrregullimet ndoshta në gjendër mbiveshkore, por edhe abuzimi me testosteron nga jashtë, për shembull te atletët. Ku qëndron problemi? Po zakonisht këto janë, nëse flasim për vezore policistike, kjo është fenomen i lindur, që mas shpeshti, që shajet e para jep kur një vajze i vjen cikli, do me thonë pubertet. Do me thonë karakterizohet me çrregullim cikli, paraqitje puçrave, do me thonë akneve në fytyrë, te dikush edhe çime, çrregullohet gjumi, shtimin pesh, edhe këto pastaj manifestohen me këto që thash më herët, akne dhe çime. Në moshën e re zakonisht është arsyeja kozmetike ajo që e çon te mjeku. Zakonisht to paciente shkojnë te dermatovenerologu ose te ginekologu për shkak të rregullimit të ciklit, te dermatovenerologu për shkak të akneve dhe çimeve. Por endokrinologu është ai i cili faktikisht mirë se kjo është rregullim, ne i themi metabolik në organizëm. Apo mendojnë që femrat në këto kohë po kërkojnë të kontrollohen më shpesh?
Normalisht kjo shkon proporcionalisht me shkollën sa jemi të vëdësuar. Ky vëdësimi është në rritje sepse informatën e kemi në dorë, telefon. Edhe gjithkush, po kthena në ato që thash më herët, po e dojmë vetën më shumë. Gjithkush don me e ditë a është mirë ose nuk është. A për këtë fenomenin që folëm më herët, normalisht kur ka puçra dhe cime, kur kush nuk don me e pa vetën keq në pasqyrë. Edhe krejt kërkojnë ndihmë. Për atë edhe ndigjova për dikujt që tha që Covidi na ka vëdësu. Jo, vëdësimi ka filluar për mas luftën e knena, se kemi pas qasje në shërbimin mjekësor. Po Covidi ka mujt veç me dhënë edhe një shtymje më të madhe. Po mendoj që dikush e ka në mënyrë psiqike këta të Covidit, a din? Pjesa e kontrollimit, vizitave të mjekësore. Na e kemi jetë ndome me periuda caktuar historike me disa ngjarje. Folim para lufte dhe mas lufte, para Covidi dhe mas Covidi. Po. Këto janë kufit që na i përcaktojmë distancën kohore, kështu që çfarë jemi? Covidi na ka vëdësuar në fakt për frikës që çka do të ndodhë me neve, kemi fillu me hiper egzaminim, do të thotë me egzaminim teprum. Edhe normalisht njeri friksum bën gjithçka. Nuk është ky fenomen të zënë veç të na. Është edhe në vendet e rajonit, po të ne është pak më shumë i shprehur. Po. Doktor, një pyetje që dua ashtu ta them, janë këto paragjykimet e meshkujve kur bojnë kontrolla dhe thonë doktor, a mbit veç me ty që mos ta dinë të tjerët. A ka ende kësi raste? Ka, po janë shumë rrolla. Përkundrazi, në kohën e fundit mashkulli vjen vetë. Edhe ekzaminohet para se më martu, a është krejt okej me te ajo. Tash, a është informata pse e kanë në dorë edhe e ka bom më të vetëdijshëm edhe don me kërku ndihmë, ose frigohet me ditë që ato të ketë pasardhës ose jo. Unë me qenë dyjat. Po kjo është ai i vetëdijsimit ton lidhur me këtë çështje. Të kuptomi, me fajsu vetëm femrën është nonsens në ditë sotit. Për një arsye të vetme. Statistikisht në botë mendohet që më shumë është faktori mashkull, arsyeja pse nuk ndodh shtatzania se sa femra. Në fakt 52-48 është për mashkujt. Po. Po nuk mundet vetdia me u ndru për një vjet e dy. Kërkon më shumë kohë. Po se qëtash, të e pas informatën në dorë, kretë të punë bëhen më shpejt edhe më lehtë. Nuk e besoj që, po menoj, mund me metë në vene rurale ala fenomenit që djali jam bën fëmijë, nusja është e lashja, po në besoni që telefoni i ka përshpejtu punë shumë. Dhe kjo përshjet si një gjë e mirë. Po nuk ka ma dikush me metë një pa informum, qëfse donë mu informu. Po. Shansë nuk ka mos me pas të informatën në dorën qëfse donë me e marë. Unë në rinin teme se kom pas telefonin, që me e ditë qka du të me bo edhe ku me kërku ndim, qëfse kom pas të lëshë. Po. Në ditë sotit, veç a donë. Doktor, për fund një mesazh për krejt të rinjt, apo edhe ata pak më të moshuar që dëshirojnë të kejnë vizita, kontrole, apo mund të drejtojnë të kjo? Mos u frikoni. Ekzaminimi e hek një barë prej shpirtit. Në anën tjetër, pe e kuptoj që se cili përdojnë me jetu jetën e vetë, edhe ajo e ka çmimin që prioritetet ndryshojnë jetë. Ma mirë është ma heret me fillu me i menu me i kry këto probleme, se me i lonë masi që të zgjidh kretë çështjet financiare, ekonomike tjetës. Ato nuk kanë fund. Gjithmonë diçka ka me na mungu. Po me mungu fëmija është problem më i madh. Po, doktor, faleminderit shumë për krejt këtu shilla dhe informacione që i dhe për shikues tanë. Faleminderit juve për ftesën. Shikues të nderuar, kaq kishim sa i përket këtij emisionit. Shihemi në emisionet të radhës, natën e mirë dhe mirupafshim.